Ish-kryeministri Sali Berisha u mor në pyetje nga prokurorët e SPAK-ut për ngjarjet e 21 janarit 2011, ku mbetën të vrarë 4 persona. Pyetjet për Berishën kanë zgjatur rreth 2 orë dhe kanë fokusuar përgjegjësitë e tij gjatë ngjarjeve që ndodhen gati 15 vite më parë. Berisha ka deklaruar për mediat se prokurorët e kanë pyetur edhe mbi librin e ish-presidentit Bamir Topi, Nocturne, ku sipas autorit, ish-ministri i Brendshëm Lulzim Basha kishte tentuar të ndërhynte për të zbutur masat ndaj oficerëve të gardës. Berisha ka mohuar të ketë mundur të dërgojë ndonjë njeri te Topi dhe ka thënë se ai nuk është përfshirë në atë skenar. Në librin e tij Bamir Topi rrëfen se mëngjesin e 23 janarit 2011, 2 ditë pas ngjarjes, Lulzim Basha shkoi në banesën e tij dhe kërkoi ndërhyrje tek prokurori Ajna Rama për të tërhequr urdhrat ndaj zinxhirit komandues të gardës. Topi ka refuzuar kërkesën dhe ka këshilluar Bashën të mos ndërhynte, duke theksuar nevojën për të mbrojtur procedurat ligjore dhe hetimet e drejtësisë. Pas refuzimit, sipas Topit, Berisha ka nisur sulme ndaj ish-presidentit dhe ka përshkallëzuar situatën, duke mobilizuar mbështetësit dhe duke rrethuar shtëpinë e Topit me persona të besuar, përfshirë oficerë të gardës dhe të shiut. Topi përshkruan se siguria e tij personale ishte e kërcënuar dhe se ishte i detyruar të lëvizte nën masa të veçanta sigurie, përfshirë eskort dhe blindim të automjetit gjatë natës. Gjatë fjalës së tij përpara medias, Berisha ka theksuar se akuzat e opozitës lidheshin me performancën e tij politike dhe rezultatet në detyrë, duke i quajtur sulme personale me motiv politik. Ai ka deklaruar se nuk do të flasë kundër drejtësisë, por ka komentuar se qëllimi i sulmeve ishte të mbulonte dështimet dhe humbjet elektorale të Partisë Demokratike gjatë viteve të fundit. Hetimi i SPAK-ut dhe sqarimet e Berishës shënojnë një zhvillim të ri në çështjen e 21 janarit, e cila vazhdon të jetë një pikë referimi për politikën dhe drejtësinë shqiptare, duke përfshirë akuzat ndaj figurave kryesore të kohës dhe hetimet mbi rolin e institucioneve shtetërore në ngjarjet tragjike të 2011-s.